Një konflikt i hershëm dyshohet se është bërë shkak për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Memaliaj, ku një person humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur. Ngjarja u regjistrua rreth orës 20:30 së martës në ambientet e jashtme të një lokali në rrethana ende të paqarta, mes viktimës Endri Goxhaj dhe dy vëllezërve, Donald dhe Darionela. Si pasojë të shtonave, 30 vjeçari Endri Goxhaj humbi jetën gjatë transportimit për në spital, ndërsa Darionela, 25 vjeç, ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Ai ka marrë 4 plumba, 2 në mushkëri, 1 në bark dhe 1 në shpretk. Policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje 6 persona, por dëshmitë e tyre nuk kanë ndihmuar ndjeshëm në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Hetuesit pritet të hedhin më shumë dritë pas marrjes së dëshmisë të plagosurit. Ndërkohë, ekspertët po analizojnë pamjet filmike të kamerave të sigurisë në zonë dhe në bizneset përreth. Për vrasjen e Endri Goxhajt, policia ka shpallur në kërkim Donald Nelën, i cili pas ngjarjes është larguar me automjet. Shërbimet e policisë vijojnë ndjekjen për kapjen e tij.